E përmbi shenjë të hylindës së shpëtona, i mbytur prej ngasjeve si në det, më ty po përiki dhe prej teje kërkoj shpëtim, o nëna dhe zonjë virgjëreshë, prej çdo rreziku dhe zije shpëto më ti. Këshilla për jetën shpirtërore në familje, nga Shumë Porfir Kafsëkaliviti. Pendimi dhe rrëfimi. Kur më katon, mos u dëshpëro. Me guxim dhe shpresë të Perëndia, pendohu dhe shko te aty yt shpirtëror. Rrëfimi është një dhuratë e madhe e Zotit për njeriu. Është ofrimi i dashurisë së Tij të madhe për krijesën e Tij. E jeni tek unë, të gjithë sa jeni, të lodhur dhe të ngarkuar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Krishti nuk e çrrënjosi diçka që mbolli vetë te ne, por ai e rregullon, e shndërron, nga të egër e bën të butë dhe e shenjtëron. Njeriu është një mister. Ne mbajmë brenda nesh trashëgiminë e përjetshme, gjithë të mirën që u përjetuan nga profetët, shenjtorët, martirët, apostujt dhe mbi të gjitha nga Zoti ynë Jezu Krisht, por edhe të keqen që ekziston në botë nga Adami e deri më sot. Të gjitha janë brenda nesh, si ato natyroret, edhe të tjerat, dhe kërkojnë përmbushje. Nëse nuk i përmbushim, do të hakmerremi një ditë, përveç faktit nëse i kanalizojmë diku tjetër, tek më i larti, te Zoti. Prandaj duhet të vdesim njeriu e vjetër dhe të veshim të riun. Këtë e pohojmë në misterin e pagëzimit. Me pagëzimin hymë në gëzimin e Krishtit. Sa u pagëzuat me Krishtin u veshët. Rrëfimi është pagëzimi i dytë, me të cilin bëhet pastrimi nga pasionet, vdekja e tyre. Të gjithë me frymën e Perëndisë bëhemi të paaft për çdo mëkat. Të gjitha ndryshojnë. Zemërimi, inati, xhelozia, zilia, indinjata, gjykimi, mosmirnjohja, melankolia, depresioni. Të gjitha do të bëhen dashuri, gëzim, zell, dashuri hynore, parajs. Kur duam Krishtin, pasionet mëkatare zbrapsen vetvetiu, humbasin fuqinë e tyre përpara fuqisë së dashurisë. Kur gdhihet dhe ky diell lind dhe ndriçon dhomën tonë, errësira largohet, nuk mund të qëndrojë. Lutjuni Perëndisë t'ju shfaq një atë shpirtëror të mirë. Duhet ta kërkoni dhe të luteni, sepse të mirët janë të përullur dhe fshihen. Problemet e jetës në përgjithësi. Kur Perëndia e sheh gjërat e vogla, të tilla si numri i gjethave të pemëve dhe numri i çimeve në kokën e çdo njeriu, dhe në të njëjtën kohë kujdeset për to, është e mundur që ai t'i anashkalojë problemet tuaja dhe të jetë indiferent ndaj tyre? Sigurisht që jo. Mundohu të mos e shtysh nga brenda jashtë të këqijat që ke, por të hapësh derën dhe të hyjë drita, që është Krishti, dhe të largohet errësira që ekziston brenda teje. Studimi i shkrimit të shenjtë i Biblës dhe jetës së etërve shpërndan errësirën dhe sjell shumë gëzim dhe optimizëm. Unë i flas për këtë dhe ata nuk më kuptojnë. Nuk i kushtojnë vëmendje atyre që u them, sepse mendja e tyre është të ngulitur atje. Te problemet e tyre, te dëshirat e tyre. Atëherë që të mos ikin pa përfituar, detyrohem disa herë me dhuntit që më ka dhënë Perëndia, të zbuloj sekretet për veten e tyre, për të afërmit e tyre, për fshatin e tyre dhe për gjëra të tilla që të mrekullohen, dhe kështu të fitoj mirëbesimin e tyre me qëllim që të kushtojnë vëmendje atyre që dua t'u them për dobinë e tyre shpirtërore. Diskutojni problemet tuaja me njëri tjetrin, por duhet edhe kujdes. Disa janë naiv dhe bisedojnë pa dallim me gjoja miq, që realisht janë ujqër grabitqar. Hiri hynor që i shëron sëmundjet dhe i përmbush mungesat, mund të bëjë të gjitha ato që janë të nevojshme për shpëtimin e shpirtit tuaj. Lutja. Të jesh i thjesht, i urtë, i fokusuar te vetja, i matur. Të ndjesh Zotin gjithmonë, të pranishëm. Ai do të mësojë si të flasësh edhe kur të heshtësh. Lutju Perëndisë të jap përulësi të shenjtë dhe duaj atë. Lutju në Zotit që t'ju zbulojë gjërat e fsheta, ato që janë të nevojshme për shpëtimin tuaj. Ka shumë që nuk i dim.
Të gjitha problemet, materiale, fizike, të gjitha t'ja parashtrojmë Zotit. Çfarë të duash ti? Ti o Zot. U bëft dëshira jote, si në qiell, ashtu edhe mbi dhe. Njeriu i Krishtit të gjitha i bën lutje, dhe në vështirësi dhe në pikëllim, ai fillon me njëherë: O Zot Jezu Krisht, më shirom. Mjafton të themi: O Zot Jezu Krisht, më shirom. Nuk ka nevojë Perëndia për informim nga ne për nevojat tona të ndryshme. Ai i di të gjitha. Me thjeshtësinë që është për ulësia e shenjtë, pra besimi absolut te Krishti, gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndis, le t'ja parashtrojmë. Dëshira juaj e zjarrt nuk duhet të jetë vetëm për anëtarët e familjes suaj, por që të shenjtërohen të gjithë njerëzit, të bëhen të gjithë të Krishtit. Ne jemi të gjithë një trup me krye Krishtin. Të gjithë jemi një kish, mendërisht bashkohemi të gjithë. Lutuni për pastrimin e çdo njeriu për të imituar mënyrën angjëllore në jetën tuaj. I pëlqente të fliste shpesh për dashurinë në mënyrë karakteristike, thoshte se urrejtja e njollos shpirtin. Kur njëri prej jush ka ndonjë problem, mblidhuni shumë veta bashk dhe lutuni për këtë çështje. Përjetojini mistikisht Perëndin, me pshërëtima të heshtura. Nuk është e nevojshme të kuptojnë të tjerët lëvizjet e adhurimit tuaj drejt hynores. Të mos e di e majta jote çfarë bën e djathta. Përkushtojuni botës shpirtërore. Perëndia është mistik, por ekziston kudo. Lutja le të bëhet me zell dhe dashuri, qetë, me butësi, pa detyrim. Të thoni ëmbël emrin e Krishtit në mënyrë të dhimbshme dhe intensive. Lutuni Zotit me duar të hapur. Ky është sekreti i shenjtorëve. Lëvizni brenda dashurisë duke thirrur mistikisht dhe në heshtje emrin e Tij. Mënyra më e mirë për të lutur është në heshtje. Brenda heshtjes, brenda misterit, bëhet adhurimi më i vërtet, në heshtjen e zemrës. Ngrini duart tuaja si një mur i pakalueshëm, lutje, gëzim, thjeshtësi. Thjeshtësi fëminore, dashuri pa interes. Shpirti që të lutet duhet të ketë mirësi, një mënyrë që bëhet me hirin e shpirtit të shenjtë. Hiri vjen kur ekziston paligësia. Tani nuk do të mundesh të vish këtu. Komunikimi yt do të jetë shpirtëror. Kur ti lutesh të rrshenjtës son, për çfarë do lloj problemi dhe vështirësie që të kesh, thuaj kështu: E përmbi shenjta hylindëse, me lutjet e erontit, ndihmom në këtë problem. Dhe unë do të informohem për problemin tënd dhe do të lutem për ty mistikisht. Lexojeni psaltirin, do t'ju ndihmoj shumë. Lexojeni qartë, fjalë për fjalë. Nevojitet kujdes në lexim, me kuptim, gëzim dhe dashuri. Kështu do të hyni në atmosferën e lutjes. Perëndia ndodhet kudo dhe i mbush të gjitha. Unë ndjej të gjithë fuqishme në para meje dhe i hap duart dhe shpirtin tim që të bashkohem me të kungohem me hynin. Dashuria nuk bie kurrë. Lutja pastron shpirtin dhe mban mendjen. Bëhet mjeti më i përsosur në thellësinë e shpirtit të njerëzit që janë të mbyllura hermetikisht të padepërtueshme, të njohura vetëm te Perëndia. Të gjitha rregullohen me lutje, por duhet të kesh dashuri, zjarr në lutje. Të mos kesh ankth, por besim në dashurinë dhe providencën e Perëndisë. Kështu, ai do të na ndriçojë që të kuptojmë se çfarë të bëjmë në situata të vështira. Shpërqendrimi i tepërt nuk e lehtëson lutjen. Lërini telefona të shumta, komunikime dhe fjalë të shumta me njerëzit. Më mirë të ndihmojmë nga larg me lutje. Të gjitha të arrini me lutje. Ky është sekreti i madh. Flisni me Zotin përpara se t'ju kap djalli nëpërmjet inatit, tronditjes dhe mungesës së vetkontrollit. Unë do të lutem, por kjo nuk mjafton. Duhet që lutja ime të përkojë me lutjen tuaj. Perëndia duhet ta gjej hapur zemrën tuaj që të hyjë në të hiri i Tij. Kur të kërkojmë diçka nga Perëndia, të kërkojmë me përgjërim dhe fisnikëri për një periudhë kohore. Nëse shohim se Perëndia na refuzon, atëherë ndalojmë së shqetësuari, sepse sa më shumë të kërkojmë diçka, aq më shumë ajo largohet. Kjo është arsyeja pse na ndalojnë së kërkuari.
Dhe, kur tashmë do ta kemi harruar, kjo do të vi pa e kërkuar ne, sepse Perëndia nuk harron, e mori mesazhin ton. Kur Zoti na jep diçka që ja kërkojmë me këmbgulje, atëherë mund të ndodhin dy gjëra. Ose kur na jep për të mirën ton, ose nuk dim si dhe kur t'ja kërkojmë, por mund të ndodhin edhe të dyja bashkë. Nuk duhet të këmbgulim në diçka, të mos dëshirojmë të ndryshojmë vullnetin e Zotit. Zoti do ta bëjë më të mirën për ne. Ashtu sikur se troket në një derë në mënyrë të paturpshme dhe kërcënuese, ajo me siguri nuk do të hapet kurrë. Kështu edhe me derën e Perëndisë. Ne duhet të dimë se si dhe në çfarë mënyre të trokasim në të. Nuk duhet ta imponojmë Perëndinë, por me durim dhe rezistencë t'i përballojmë problemet tona dhe kështu do të shohim përfitime të mëdha. Përullësia. Dëbojeni egoizmin. Egoja juaj të humbas në dashurinë e Perëndisë të njerëzve. Unë jam mëkatar, na thoshte Jeronti, por një tub i ndryshkur që përçon Krishtin. Sekreti i përullësisë është varësia nga Perëndia, mirëbesimi, jo se ç'dua unë. Le të mos kemi ide të mëdha për veten tonë, dhe të mos paraqitemi kurrë ndaj Perëndisë duke i thënë, unë kam virtyte. Perëndia nuk e do virtytin tonë. Të dalim gjithmonë nga zemra e Zotit si mëkatar, por pa dëshpërim, duke guxuar në mëshirën dhe dëmshurinë e Tij. Shënja Ani i shkallës shkruante se Perëndia nuk shfaqet në mundime, por në thjeshtësi dhe përullësi. Njeriu nuk duhet të besoj kurrë në fuqitë e tij, por në mëshirën dhe dëmshurinë e Krishtit. Nëse do që të filozofosh, fajso për të gjitha veten tënde të keqe dhe përullu gjithmonë. Është përullësi të besosh se të gjithë janë të mirë, dhe nëse dëgjon diçka negative, mos e beso. Duaj të gjithë. Mos mendo keq për asnjë dhe lutu për të gjithë. Mos kontrolloni gjithçka rreth vetes suaj. Dilni nga vetja që të takoni tjetrin. Ta ndjeni shpirtin e tij. Natyrisht, duhet edhe pak përpjekje, por përullësia e skajshme nuk arrihet vetëm me përpjekje dhe betejë. Është rezultati i hirit. E them këtë nga përvoja. Çdo gjë që kam, e kam nga hiri. Nëse Zoti nuk e ndërton shtëpinë, më kot përpiqet ndërtuesi. Të gjitha jep Krishti. Të gjitha janë në providencën e Perëndisë. Ai është shumë mistik. Nuk mund t'i kuptojmë energjitë e tij. Kur Perëndia na jep dhuntinë dhe përullësinë, atëherë të gjitha i shohim, të gjitha i ndjejmë. Sekreti është dashuria për Krishtin dhe përullësia. Krishti do të na jap përullësinë. Ne me dobësitë tona nuk mund ta duam atë. Le të lutemi atij që të na dojë të na jap zell që ta duam edhe ne. I përulluri është i vetëdijshëm për gjendjen e tij të brendshme dhe sado e keqe të jetë, ai nuk humb personalitetin e tij. Ai e di se është mëkatar dhe pikëllohet për këtë, por nuk dëshpërohet, nuk e asgjëson veten. Ai që ka përullësi të shenjtë nuk flet fare, domethënë nuk reagon. Ai pranon ta qortojnë, të heqin vërejtje të tjerët, pa u zemëruar apo justifikuar. Ai nuk e humb ekuilibrin. E kundërta ndodh me egoistin. Ai ka ndjenja inferioriteti. Në fillim gjan me të përullurin. Mirë po nëse dikush e ngasmon pak, ai menjëherë humb qetësinë, nevrikoset, acarohet. I përulluri beson se të gjitha varen nga Krishti dhe se Krishti i jep hirin e tij dhe kështu ecën përpara. Ai që ka përullësinë e shenjtë jeton që tani në kishën e pakrijuar toksore. Ai ka gjithmonë gëzimin e Krishtit edhe në gjërat e pakëndshme. Këtë e shohim në jetën e shenjtorëve. Çfarë ishte apostull Pavli? Njëri si ne. Por çfarë ndodhi? Ai u bë një instrument i Perëndisë, një enë e zgjedhur. Fjalët e tij dëshmojnë: nuk jetoj unë, por Krishti jeton tek unë. Ai digjej nga dashuria e Krishtit. Përullësia e ngriti lart. Të digjesh zjarr për Perëndinë. Kjo është gjithçka. Nëse keni dashuri për të afërmin dhe për Perëndinë, do t'ju jap përullësi Perëndia, do t'ju jap shenjtërim. Nëse nuk ke dashuri për Perëndinë dhe për të afërmin, nëse jeni dembel, do t'ju mundojë Satanai, do të hakmerret njeriu i vjetër dhe do t'ua kem fajin të gjithë dhe të gjitha.
do të grindeni duke thënë: pse e le këtë këtu, pse e le atje? Dhe do të mendoni që gjoja, fajin e kanë punët, lodhja. Do thoni: çfarë do të ndodh me këtë gjendje që jam, si po sillem kështu? Pa e kuptuar se nga vjen kjo gjendje, por është akmarrje instiktive. Kur njeriu jeton pa perëndin, pa paqe, pa besim, por me ankth, agoni, depresion, dëshpërim, fiton sëmundje fizike dhe psikike. Psikastenia, neurastenia, pagjendrueshmëria janë gjendje demoniake. Dhe fjalët e përullura për veten përbëjnë demon. Quhet edhe ndjenja e inferioritetit. Përullësia e vërtet nuk flet, nuk thot fjalë të përullura, do me thënë jam mëkatar, i pandenj, më poshtë të gjithë. I përulluri ka frikë se duke përullur veten e tij mund të bjerë në lavdidashje. Hiri i Perëndis nuk afrohet këtu. Përkundrazi, hiri i Perëndis gjendet aty ku është përullësia e vërtet, përullësia hynore, besimi i përsosur të Perëndia, varësia nga ai. Kjo ka vlerë të madhe, të udhëhiqesh nga Perëndia, të mos kesh asnjë dëshirë. Shërbëtori nuk ka asnjë dëshirë. Çfarë të dojë zotëria e tij? Kështu edhe shërbëtori besnik i Perëndis. Të bëhesh shërbëtori i tij, por bëhesh i lirë në Perëndin. Kjo është liria e vërtet. Të digjesh zjarr për Perëndin. Kjo është gjithçka. E kemi thënë. Nëse mundesh nga Perëndia, i nënshtrohesh atij dhe jeton në lirinë e bijve të Perëndis. Rëndësi të madhe ka durimi dhe përullësia në sprovat që na pastrojnë nga mëkatet tona. Rëzoja atë mur që ke. Ç'është ky mur që më thoni, nuk e kuptoj. Krenaria. Sa më shumë i afrohet dikush Zotit, aq më shumë sheh se sa i vogël është njeriu. Hiri i Perëndis. Kur vjen hiri, atëherë zemra bëhet zjarr. Zjarri i dashurisë bën sakrifica. Thjeshtësia është përullësia e shenjtë, do me thënë besimi absolut te Krishti. I vetmi mësues është hiri hynor. Kujdes, hiri hynor prehet te zemra e thjeshtë dhe e përullur. Tani që me hirin e Perëndis i shoh të gjitha, ndihem shumë i përullur. Do me thënë si t'ua shpjegoj. Perëndia më ruan, më dërgon hirin e tij. Dhe them, unë kaq i pavlefshëm dhe kaq i padenj, çfarë kërkon Perëndia nga unë? E megjithatë, Perëndia i do edhe mëkatarët si unë dhe dëshiron të bëhen të mirë. Bën edhe të tilla hiri i Perëndis. Njeriu, kur nuk është i kujdesshëm, i humbet dhuntit shpirtërore. Nevojitet kujdes për këto gjëra. Mos u tregoni të tjerëve për vojat mistike shpirtërore që keni. Nuk duhet. Kështu humbasim hirin hynor. E pat të rëshënjtën. Mbante heshtje. Nuk ja tregoj Josifit sekretin e ungjillëzimit. Këto ja tha angjëlli. Kur vjen hiri i Perëndis, kur vjen Krishti brenda nesh, bëhemi të paaft për mëkatet, të paaft për çdo gjë që është në kundërshtim me frymën e Perëndis. O Jeron të shenjtë, eja mes nesh, ndriçona mendjen, udhëhiq na hapat. Po të thrasim siç na the, eja në shtëpitë tona dhe ndihmona. Gëzohu pasardhës si shkëlqyer, i evjas dhe prift hyndriçuesi omonjas. Gëzohu ti o shënar përfir, që i shëron sëmundjet e shpirtrave dhe të trupave të njerëzve. Shën Porfir Kafsuka Leviti. Shën Porfiri lindi në vitin 1906 në Evja të Greqisë. Në moshën 12 vjeçare, zelli shpirtëror e nxiti që të nisej fshehurazi për në malin e shenjtë. Hiri i Zotit e çoi në kalivën e Shën Gjergj Kafsuka Levitit, në bindjen e dy jetërve të rrept. Porfiri jetoi në bindje të përsosur ndaj të dyve, plot dashuri dhe përullësi. U bë murg dhe mori emrin Nikita. Më pas, mori dhe skimën e madhe. Perëndia i dha hirin e dallueshmërisë. Gjatë gjithë jetës toksore, roi në përullësi të tejskajshme, me dashuri për Krishtin dhe çdo njeri, si dhe në bindje absolute ndaj kishës. Në moshën 19 vjeçare u sëmur rënd, gjë që e detyroi të largohej përgjithmonë nga Athosi. Kësaj u kthye në Evja, ku u tërhoq në manastirin e Shën Harallambit.
Një vit më vonë, në vitin 1926, u hirotonis prift nga kryepiskopi Porfiri III i Sinait, i cili i dha emrin e vet. U caktuan si atë shpirtëror dhe udhërrëfyes, megjithse që mjaft i ri në moshë. Në vitin 1940, në prag të luftës së dytë botërore, shenjtori u vendos në Athinë, ku shërbeu si prifte në rije në kishën e Poliklinikës së Athinës. Siç dëshmon edhe ai vet, aty jetoi 33 vjet si një ditë, pa u lodhur, duke letësuar dhimbjet dhe shpirtrat e njerëzve. Në vitin 1979, u vendos në Milesi, ku nisi të themelonte një manastir. Gjatë kësaj kohe, shëndeti u përkeqësua ndjeshëm. Pavarësisht kësaj, i duroi me heshtje dhe guxim vuajtjet e tij dhe nuk u ankua kurrë, madje konsideronte sëmundjen si një bekim. Në qershor të vitit 1991, duke ndjer fundin e tij dhe duke mos dashur të varrosej me nderime, u nis për në kalivën e Shën Gjergj në Kafsokalivi, ku në mëngjesin e 2 dhjetorit 1991 ja dorëzoi shpirtin Zotit. Këshilla për jetën shpirtërore në familje, nga Shën Porfir Kafsokaliviti. E përmishojnë të hylindës së shpëtona, pësimet më mbushën me turbullim, dhe shpirtin më mbytën me mërzitje dhe dëshpërim, po ti që të soma o zonja, me ngushëllimin dhe paqen e birit tënd, lavdiati të